I nderuar Kryeministër Rama, e nderuar ministre, të dashur kolegë, Spitali Rajonal Memorial I Fierit u ndërtua si pjesë e një vizioni bashkëpunimi me qëllimin e qartë për të sjellë një ndryshim cilësor për të gjithë rajonin e jugut që ai mbulon. Jam vërtet e lumtur që 4 vjet më pas, në këtë moment kaq të rëndësishëm për shëndetësinë shqiptare, është konstatimi ynë I përbashkët se spitali ynë I ka përmbushur të gjitha objektivat dhe prioritetet që u vendosën mbi të. Në këto 4 vite, kemi ndërtuar një institucion që ofron shërbime cilësore për qytetarët, duke u mbështetur në një infrastrukturë moderne, në pajisje të teknologjisë së fundit dhe në burimet tona njerëzore, të cilët bën të mundur ofrimin e mbi 1 milion shërbimeve shëndetësore për mbi 180.000 qytetarë të rajonit të jugut. Zbatimi I autonomisë menaxheriale na ka mundësuar të ofrojmë një shërbim më efikas dhe të përgjigjemi më shpejt nevojave të pacientëve tanë. Shpesh lind pyetja, çfarë e bëri Spitalin Memorial të suksesshëm? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e qartë. Cilësia, korrektësia, përkushtimi, komunikimi, burimet njerëzore, eksperienca e tyre dhe profesionalizmi e ngritën atë në një nivel tjetër. Duke zbatuar në shkallë më të gjerë autonominë menaxheriale, jemi ngritur në një nivel të ri, në të cilën e kemi shumë më të thjeshtë t'i përgjigjemi nevojave të popullatës. Përmirësuam ndjeshëm të gjithë treguesit e vitit 2024. 20% më shumë shtrime në spital, 32% më shumë poliklinik konsultat të specializuara, 102% më shumë ndërhyrje kirurgjikale të kompleksitetit të lartë, 51% më shumë urgjenca mjekësore në spitalin tonë. Realizuam 800 konsultat të praktikës dyfishe nga mjekët tanë specialist, u ofruam shërbimi në vitin 2024 rreth 120 turistëve të huaj, të cilët e krahasuan Spitalin Memorial me një nga spitalet më të avancuara dhe moderne të Bashkimit Evropian. Tashmë sfida kryesore për spitalin tonë është përgatitja në fazën e ardhshme, që është autonomia financiare, që do të na mundësoj vetë administrimin e burimeve tona financiare, por njëkohësisht edhe vetë administrimin e vetë burimeve njerëzore, duke vënë në prioritet dhe vetë qytetarin, duke plotësuar kështu nevojat dhe kërkesat e tyre. Për këtë ne jemi të vendosur të çojmë përpara politikat e Ministrisë së Shëndetësisë, objektivat e kartës së autonomisë financiare në modelin e vetë administrimit financiar. Ndaj sot në këtë ditë të veçantë për Spitalin Memorial dhe për spitalet e tjera, dua të nënvizoj edhe një herë se kjo është një përpjekje e përbashkët, sepse qëllimi është qytetari dhe qëndrueshmëria e shërbimeve shëndetësore që ne ofrojmë për qytetarët tanë. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe mirë se erdhët. Dhe tani më lejoni të ftoj në drejtorin mjekësor, Dr. Mesut Karatash, I cili do bëjë një prezantim të shkurtër të spitalit, por ndërkohë edhe mirëseardhjen e 10 koordinatorëve nga Turqia, të cilët do t'i bashkohen spitaleve autonome dhe atyre që do marrin nga sot kartën e autonomisë menaxheriale. Prime Minister of this great Nderuar Kryeministër I këtij vendi të shkëlqyer, zoti Rama, dhe Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Sonja Koçiu, të nderuar miq, të nderuar koleg dhe përfaqësues të shtypit, mirë se erdhët në spitalin tonë. Ditën e sotme jam vërtet I nderuar që të flas para jush në emër të kolegëve të mi shqiptarë dhe turq. Unë jam të Dr. Mesut Karatash, unë nisa punën në këtë spital si kardiolog ndërhyrësh për para 2 vitesh dhe kam punuar për më shumë se 2 vite në këtë spital. Ky spital nuk është thjesht një spital, është po ashtu shtëpi e pacientëve tanë dhe ne
të gjithë employers is the relatives of our patients. kemi punonjësi dhe kemi personat të cilën familjarë të këtyre pacientëve. Dhe ky spital ka disa njësi të cilat ofrojnë shërbime të standardeve më të larta. Dhe ashtu si në Turqi, pacientët tanë çdo ditë marrin të njëjtat standarde të larta Healthcare. shëndetësi me profesionalizëm dhe po ashtu përpiqemi që Welcoming and supportive hospital experience. të rrisim përvojën një spitali mikpritës dhe profesionist së bashku me punonjësit të shëndetësisë dhe ajo që është më e rëndësishme nga të gjitha është se ne punojmë si ekip së bashku me njëri tjetrin, duke mësuar nga njëri tjetri. Therefore, this cultural Kështu, exchange ky shkëmbimi kulturor fuqizon lidhjen tonë dhe e bën spitalin tonë welcoming. më mikpritës. The biggest or major motivation is the Motivimi ynë është kënaqësia e pacientëve continuously gratitude. dhe mirënjohja e tyre e vazhdueshme. So, I want to Po ashtu, talk about dua të flas key services. për shërbimet tona kyç dhe duhet ta nis me kardiologjin, Since 23, që për 2023-shit ne performed nisëm të performojmë procedures, procedurat koronare, syndromes. sidomos për sindromat koronare, të cilat ofrohen nga spitali ynë, We can accept dhe gjatë 24 orëve ne mund të presim pacient Albania nga Shqipëria and also dhe po ashtu, last year gjatë vitit e kaluar ne performuam 130 më shumë se 130 cerebral procedures, procedura diagnostike more than cerebrale dhe 50 elective carotid stenting më shumë se 50 procedura të tjera. all over the world. Dhe siç e dini, të gjithë botës We have a public stroke center. ka vende të cilat kanë shërbime të tjera publike, ndërkohë në këtë vit ne kemi nisur Mechanic thrombectomy. një trombektomi mekanike Entered në mënyrë që Shqipëria entered to belong a few countries. të hyjë në atë listën e këtyre pak shteteve që ofrojnë një procedurë të tillë. Important. Sigurisht që kjo është tepër e rëndësishme për Shqipërinë. Maybe you know the result Dhe ndoshta ju mund ta dini, thrombectomy. rezultati në kësaj të trombektomie mekanike janë rezultate tepër të mira dhe të mirëpritura, dhe të gjithë pacientët janë shëruar plotësisht pas kësaj procedure. Really Dhe në fakt, most important. And çka also, është as më you know, e rëndësishmja. neurosurgery Dhe pashtu, is siç e dini, neurokirurgjia aktualisht është duke ofruar ndërhyrje kirurgjikale të nivelit më të lartë për të parë të pacientëve në Shqipëri. And as you know, general Dhe siç e dini, kirurgjia e përgjithshme established remarkable success, performance ka arritur rezultate të mëdha duke arritur të kryej ndërhyrje komplekse Albania. në Shqipëri. And at the same time, we Në të are njëjtën open kohë, to collaborate, ne jemi të hapur për të bashkëpunuar me çdo spital tjetër për të ndarë përvojat tona dhe ekspertizën tonë. Today, Dhe pashtu, ditën e sotme, 10 menaxher, medical and shumë për tyre janë menaxher financiarë dhe mjekësorë, të cilët janë të pranishëm ditën e sotme dhe janë gati për të ndihmuar dhe të mbështesim zbatimin e suksesshëm të autonomisë spitalore dhe and Albanian citizens. duan të mësojnë të gjithë këto gjërat që të përmirësojnë shërbimin ndaj qytetarëve shqiptar dhe emrin e Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë do të shpreh mirënjohjen tonë për këtë mundësi Friendship Memorial Hospital, për miqësinë me Spitalin Rajonal Memorial. patients, Duam të attentions, and falenderojmë pacientët, vëmendjen tuaj, mjekpritjen tuaj që na keni treguar deri më tani invite to dhe our minister dua të ftoj health, ministren e shëndetësisë, zonjën Albana Koçiu, për fjalën e saj. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministër, të dashur mjek, infermier, drejtues të spitaleve dhe qendrave shëndetësore në vend. Nuk është në fakt hera e parë dhe as e fundit që ne mblidhemi për të folur për autonominë spitalore.
Dhe për një arsye shumë të thjeshtë, për faktin që sa herë që flitet për autonominë spitalore, do të thotë më shumë standarde, më shumë cilësi shërbimi dhe një vizion më i qartë sa i përket menaxhimit dhe drejtimit të strukturave spitalore në vend. Autonomia në thelb kudo ku është aplikuar, ka rezultuar e suksesshme për një arsye të vetme, atë të delegimit të vendimarrjes nga zyrat e ministrisë në duart e atyre që janë në frontin e betejës me sëmundjen, në duart e vetë mjekëve dhe të ekipeve menaxhuese të spitaleve. Ndonse si proces ka bërë një rrugë të gjatë, janë 2 vitet e fundit ato të cilat kanë mjedzuar autonominë spitalore, po pa të cilën nuk do të kishim mundësinë të arrinim këtu nëse nuk do të mendonim për një vizion të qartë për ta realizuar autonominë spitalore. Dhe ky vizion nis këtu e 10 vite më parë, duke patur në konsiderat të gjithë pacientët që marrin shërbim në strukturat tona shëndetësore, duke filluar me mbulimin universal që është shtrim në të gjithë vendin, duke trefishuar buxhetin e shëndetësisë, duke integruar më shumë se 6.000 persona të pasiguruar që të përfshihen në skemën e mbulimit shëndetësor falas, duke rritur mbi 3 herë pagën mesatare të mjekëve, duke trefishuar pagën mesatare të infermierëve dhe sigurisht duke hapur një sër kantieresh të cilat kanë sjellë një ndryshim radikal dhe një transformim të jashtëzakonshëm në infrastrukturën shëndetësore. Plot 53 struktura spitalore dhe shërbime, 10 prej të cilave janë ndërtuar tërësisht nga e para. Shtojmë këtu dhe sigurisht shërbimin parsor që është i rëndësishëm, janë më shumë se 400 qendra shëndetësore që në fakt kanë pësuar një rehabilitim në infrastrukturë dhe kanë sjellë një transformim në mënyrën se si priten dhe se si u shërbehet pacientëve tanë. Edhe pa diskutim që gjithë ky zinxhir transformimesh i hap sot rrugën autonomisë spitalore. Është e pashmangshme që tashmë të fillojmë të flasim për menaxhim të spitaleve nga vetë trupat shëndetësore, nga vetë drejtuesit e spitaleve, duke shmangur burokracinë e cejaket nga zyrat e ministrive për të marrë një vendimarrje sa i përket menaxhimit të brendshëm të spitalit. Ashtu siç edhe Rudina dhe Mesuti e theksuan sot, ne hapim një kapitull të dytë për Spitalin Memorial të Fierit, që është një histori e shkëlqyer e suksesit dhe e partneritetit mes ekipit shqiptar dhe ekipit turk që në të vërtetë bëjnë një shembull të jashtëzakonshëm të kujdesit të përditshëm të ndaj qytetarëve dhe na tregojnë në fakt se nëse jemi bashkë, nëse kemi frymën e ekipit dhe skuadrës, mund të sjellim standarde shumë më të larta për qytetarët që i drejtohen këtij spitali. Në Memorial, ku tashmë prej 2 vitesh ka filluar implementimi i kartës menaxheriale, rezultatet janë të prekshme në një sër indikatorësh spitalor. Kemi më shumë konsulta ambulatore, mbi 32% rritje, kemi më shumë shfrytëzueshmëri të shtratit, mbi 20% rritje, kemi më shumë trajtim të urgjencave mjekësore, mbi 50% rritje, kemi më shumë ndërhyrje kirurgjikale, 102% rritje nga momenti i marrjes së autonomisë menaxheriale, më shumë diagnostikime, 70% rritje dhe 14 mjekë të rinj të cilët në fakt zhvillojnë praktikën dyfishe në këtë spital, që as më shumë as më pak do të thotë përdorimi i infrastrukturës së kësaj strukture publike për të konsultuar ata pacientë të cilët zgjedhin vetë mjekun dhe nuk kalojnë nëpërmjet një sistemi referimi. Por nga sot Spitali Memorial nis autonominë financiare, e cila do t'i jap pa diskutim frytet e saj, por unë do doja vetëm të ndalesha në 3 indikatorë të rëndësishëm të cilët do të sjellin ndryshim, dhe ka të bëjë pikërisht me faktin që me autonominë financiare, Memoriali i Fierit do të ketë mundësinë të ketë një program buxhetor të dedikuar jashtë buxhetit të shtetit dhe një fond në dispozicion për të shtuar dhe për të rritur në një depozit të veçantë bankare të ardhurat dytësore, duke i dhënë mundësinë kështu që të planifikojmë më mirë shërbimet, të planifikojmë më mirë pajisje diagnostikuese, do të jetë në gjendje të kostojë më mirë shërbimet që ofrohen këtu, duke krijuar patjetër edhe një mënyrë më të mirë për të
rivalizuar në mënyrë pozitive spitalet e tjera, patjetër do të ketë mundësi të kontraktojë vetë dhe të zgjedhë vetë mjekët që do duan të shërbejnë në këtë spital, specialist brenda apo jashtë vendit qofshin, dhe sigurisht do të mund të aprovojë më shumë instrumenta financiar stimulus në drejtim të performancës spitalore. Pra mjekët që performojnë më mirë kanë mundësinë të marrin dhe bonuse shpërblimi, kjo në sajt të instrumentave financiar dhe mekanizmave të brendshëm që vetë ky spital do të jetë në gjendje ti aprovojë dhe ti miratoj. Sigurisht që të gjitha këto e bëjnë memorialin të njëjtë me një spital në Berlin, në Londër apo edhe në Milano. Për të gjitha ata që na bashkohen sot për herë të parë, ne një vit më parë dorëzuam kartën e autonomisë menaxheriale për 5 struktura të tjera spitalore që vinë pas memorialit. Dhe sot me krenari konsistojmë që edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në spitalin e Shkodrës, të Lezhës, të Durrësit dhe të Vlorës, kanë filluar të ndjehen përmirësimet e para. Po për të bërë që edhe këto qendra të shkojnë në gjurmët e memorialit, ne kemi mundësinë e jashtëzakonshme, do të thoja unë këtu, që t'i bashkojmë ekipeve menaxheriale të këtyre spitaleve dhe 10 menaxher turq, të cilët do duhet ta them për fakt të këmbguljes jashtëzakonshme të kryeministrit Rama sot janë këtu me ne dhe do t'i bashkangjiten strukturave spitalore që kanë marrë kartën e autonomisë menaxheriale për ta çuar në hapat dhe në drejtimin e memorialit edhe 5 strukturat e tjera spitalore dhe të jemi në gjendje që në fund të një vjeçarit, pra mbas një viti, edhe 5 strukturat e tjera spitalore të jenë gati për të marrë autonominë financiare. 10 menaxher turq me shumë përvojë në fushën e menaxhimit që kanë për detyrë pra të udhëheqin spitalet tona drejt autonomisë financiare. Dhe ne presim që në të 5 këto qendra të kemi sigurisht indikator spitalor të përmirësuar, të ndryshuar ashtu siç është modeli i spitalit memorial. E duke ndjekur këtë shembull, objektivi që i kemi vënë vetes është që deri në vitin 2027 ne të kemi 17 qendra ekselence, 17 pole, të cilët do të ndërveprojnë nën autonominë spitalore. Prandaj, sot do t'japim dhe 6 karta të reja menaxheriale për 6 struktura të tjera spitalore të rëndësishme në vend, duke nisur nga materniteti Mbretëresha Geraldin, materniteti Koço Glozheni, Spitali Universitar i Traumës, Spitali Rajonal i Korçës, i Elbasanit dhe ai i Gjirokastrës, të cilët do t'i bashkohen po këtij rrugtimi, duke e çuar në plot 11 struktura spitalore që aktualisht do të funksionojnë nën autonominë menaxheriale. Siç e theksova dhe më parë, qëllimi nuk është thjesht dhënia e një karte, qëllimi është dalja nga shablonet e ngurta të një modeli të centralizuar, ku vendimarrja vinte nga lart poshtë dhe dalja nga kjo mënyrë administrimi dhe dhënia e mundësive vetë mjekëve, vetë drejtuesve të spitaleve për t'i menaxhuar vetë strukturat shëndetësore, besoj absolutisht do të bëj një ndryshim dhe një dallim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ne i qasemi qytetarëve, si i qasemi pacientit dhe si ndryshojmë shërbimin brenda strukturave tona spitalore. Sigurisht që për të arritur deri këtu është dashur shumë punë, shumë përpjekje, shumë vullnet, nuk është një punë e thjeshtë, jemi ndeshur edhe me shumë skeptik dhe ka edhe skepticizëm ende mes mjekëve kur thonë po çe duam autonomi spitalore, po çfarë do na sjellë autonomia spitalore. Në fakt do t'i ftoja të gjithë të vini dhe të shikoni shembullin ekselent të memorialit. Është një shembull frymëzimi për mënyrën se si ekipet bashkëveprojnë me njëri tjetrin, se si shërbejnë pacientëve, se si operojnë dhe marrin vendime në mënyrë të pavarur, duke qenë më efikas, më të shpejtë dhe duke mos ngarkuar hierarkinë administrative me burokraci, me ecejake që në fund të ditës janë vetë pacientët ata të cilët do t'i vuanin në kuriz. Po për të arritur deri këtu pa diskutim që do na është dashur një punë e madhe, na janë dashur investime të jashtëzakonshme jo vetëm në infrastrukturë, po dhe në burime njerëzore dhe patjetër në pajisje, në medikamente. Unë dua të bëj një falënderim posaçëm këtu për kryeministrin Edi Rama, sepse e ka vënë dhe e vë gjithmonë në prioritet agjendës tij dhe në prioritetet qeverisë së shëndetësinë
Dhe dëshiroj gjithashtu të bëj dhe një falënderim shumë të madh për gjithë mjekët, për gjithë infermierët, për gjithë stafet tona të mrekullueshme, patjetër për administratorët apo për drejtuesit që janë në krye dhe në udhëheqje të kësaj reforme. Suksese të gjithëve. Suksese të gjithëve, do më duhet të them dhe diçka, autonomia do të konsiderohet plotësisht e përfunduar kur modeli i praktikave dyfishe të jetë aplikuar plotësisht dhe kur polet e ekselencës shëndetësore të fillojnë të gjenerojnë dhe ato vetë të ardhura shtesë. Dhe për këtë pa diskutim që një rol determinant kemi së bashku qeveria, po së bashku me drejtuesit dhe vetë stafet shëndetësore. Dhe për ta mbyllur, ne jemi shumë këmbgulës për këtë reformë, do t'i shkojmë deri në fund, është ajo që thash, i kemi vënë vetes qëllim që 17 qendra shëndetësore të jenë pole ekscelence për t'i shërbyer akoma më mirë qytetarëve, dhe jam e sigurt që në mandatin e ardhshëm të qeverisë socialiste ne do ja dalim për të bërë më të mirën për vendin, për spitalet tona, për strukturat shëndetësore, për pacientët dhe patjetër për mjekët dhe infermierët. Faleminderit gjithëve. Fjala për kryeministrin e Tiranës. Mirëdita, merhaba. Dua ta nis duke i uruar mirëseardhjen miqve të nderuar nga Turqia dhe jashtë protokollit do doja që t'i ftoja të vinin këtu bashkë me mua. I ftova të vinë këtu sepse është vërtet një ditë e shënuar për ecurinë e reformës sonë të shërbimit shëndetësor, mbërritja e tyre. Siç tha ministrja, i kemi kërkuar me këmbgulje që të na bashkohen për të na mbështetur në një proces që është procesi më i rëndësishëm, po dhe më i vështirë, ai i menaxhimit të spitaleve. Dhe faktikisht janë 10 menaxherë me një eksperiencë të rëndësishme në Turqi, ku transformimi i shëndetësisë është një nga pasqyrat më të jashtëzakonshme të gjithë transformimit në tërësi të Turqisë, dhe ku sistemi shëndetësor nga një sistem tejet problematik dhe me shumë bëshllëqe është kthyer në një shembull të ekselencës, jo vetëm në Turqi, por në shkallë evropiane. Dhe gjatë gjithë këtij rrugtimi ne kemi kuptuar që kemi mjek shumë mirë, kemi infermier dhe infermiere shumë të përkushtuara, kemi personel teknik të mjaftueshëm, por nuk kemi ende menaxherët që të shoqërojnë drejtuesit tanë të institucioneve të shërbimit shëndetësor në një fazë rritje dhe kuptimit të drejtë të punës shumë komplekse të menaxhimit të spitaleve. Dhe për më tepër në kushtet kur ne kemi hyrë në fazën e re të autonomisë spitalore, menaxhimi bëhet edhe më kritik, edhe më kyç. Dhe duke ju falenderuar që mu bashkuat për një moment që mos ju lë të rinin këmbë, unë dua t'ju uroj që të keni, I'm going to say it in English because you are not yet good in Albanian.
I was saying that I don't want to keep you more standing, but I want to wish you really a very happy stay in Albania. You will not miss home like Germans or like Western Europeans when they come here, because you are home here. And we have everything you have there. Kemi gjithçka që keni atje. We have kebab, Ne kemi kebabin, we have dolma, we have whatever you want. And more than that, we have the same hot blood. So as your colleagues here that are working in the memorial can witness, it's like living in a part of your own world. So thank you so much for coming, and we very much appreciate your service. And I want to conclude this parenthesis by expressing a very heartfelt gratitude to the Republic of Turkey, to the President Erdogan, who was instrumental in building this hospital, and to the Minister of Health, who has been very, very keen to finally bring you here. So don't feel it like a military service, don't feel it like a difficult one, feel it like an experience that you'll take with you in your heart forever. Thank you. Dhe faktikisht këtu në memorial nisi një rrugë e re, paka shumë 4 vjet më parë, dhe po këtu nisi edhe procesi i autonomisë menaxheriale, i cili, si shta Albana, ka dhënë të gjitha rezultatet kuptim plota për të parë konkretisht se sa e rëndësishme është që mjekët, infermierët, skuadrat që jetojnë për ditë dhe punojnë me ore pa orë shpeshherë në spitalet, kenë në dorë vendimarrjen për menaxhimin dhe të kenë në dorë vendimarrjen për shpenzimet e spitaleve. Është një kapërcim praktikisht nga një sistem i centralizuar, jo efektiv, shumë burokratik, në një sistem shumë të zhvillëruar dhe shumë modern, ku patjetër përfituesit e parë janë pacientët, por sigurisht për mjekët dhe për infermierët dhe për gjithë personelin mbështetës, është një mundësi që të vlerësohen sipas punës edhe të vlerësohen sipas rezultateve në punë. Çka do thotë se edhe shpërblimi financiar, nga një shpërblim horizontal i barabartë sipas kategorive, kthehet në një shpërblim ku sipas performancës dikush mund të marrë më shumë se sa tavani i kategorisë vet, dikush mbetet te tavani i kategorisë vet. Pikërisht sot, ne kalojmë në fazën tjetër, në autonomia menaxheriale, e provuar, e testuar me sukses këtu për një vit në autonominë financiare, dhe unë kam këtu kartën e autonomisë financiare që dua t'ja dorëzoj bashkëdrejtuesve të spitalit, se këtu i kemi çift. Ta në çifti i parë, pastaj të gjithë të tjerë do çiftzohen edhe do kemi një krushit madhe shqiptare turke.
Patjetër, ja një sekondë se këtë e kanë vënë çiksit ngushtë këtu. Edhe gjithë kolektivit të memorialit i them urime për drejtoreshën se pas keni vërtet udhëheqëse drejtoreshën. Foli pa letër, i tha të gjitha me përpikmëri, edhe protokollin tani tha lëre fjalimin, hajtë bëjmë fotografi një herë, pastaj vazhdo me fjalimin. Respekt e drejtoresh. Pa dashur të zgjatem duke përsëritur Albanën, duhet të them që autonomia menaxheriale tani do të testohet në 5 spitale të tjera dhe në ndërkohë që memoriali do të fillojë me autonominë financiare, 5 të tjerat pas një viti do të marrin autonominë financiare. Dhe ndërkohë ne do të vazhdojmë punën për të rritur shkallën e ndërveprimit edhe për të krijuar një gamë më të gjerë bashkëpunimesh me miq dhe me aleat ndërkombëtar. Ky bashkëpunim këtu është shumë kuptim plot për vlerat e kësaj përzierje eksperjencash edhe energjish dhe siç kemi nisur me Spitalin Onkologjik në Tiranë, bashkëpunimin me Spitalin Shiba të Izraelit, jemi duke përgatitur një tjetër bashkëpunim shumë të rëndësishëm për cilin nuk duhet flas në detaje sepse jemi akoma në procesin e formësimit të linjave të bashkëpunimit, edhe përpara se sa të jemi 100% sigurt që do ta kemi atë bashkëpunim, më mirë që të jemi të matur në prononcim, se na e futi këtë kulturë tuneli Murrizit, kështu që besoj shumë se po qese edhe i bashkëpunim do të realizohet, atëherë do të kalojmë vërtet në një nivel tjetër dhe i kemi të gjitha mundësitë që në vitet e ardhshme të kësaj dekade, me mbështetjen e miqve tanë, me mbështetjen e ekspertëve dhe aleat, ne të ndërtojmë një sistem shërbimi shëndetësor i cili të jetë në gjendje të përballojë shumë më tepër kërkesë për cilësi dhe jo vetëm për sasi, dhe memoriali ka dëshmuar edhe në gamën e gjerë të shërbimeve dhe të ndërhyrjeve që ofron, se kjo është e mundur, dhe ashtu si kundër Republika e Turqisë ja doli, që të garantoj shërbim të plot 360 gradë për qytetarët e vetë në radhë të parë, dhe pastaj të bëhet edhe një destinacion për të tjerët, unë besoj se ne mund të ta dalim që të garantojmë një gamë në mos 360 gradë, po shumë pranë 360 gradë për qytetarët tanë dhe të bëhemi një destinacion për shërbim shëndetësor në rajonin tonë këtu në Ballkan. Shumë faleminderit edhe një herë. Unë do doja të vini dhe drejtoresha se në jem më i sigurt kur të kam ty afër. Atëherë po e fillojmë me kartën e autonomisë menaxheriale për Spitalin Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Geraldin. Pse pesi me inatë? Pe i qikështu si... Ku që është kjo që po më jep mua këto? Se gratë këtë kanë. Për sa ko nuk janë aty ku duhet, janë solidare. Kur shkojnë aty ku duhet e fillojnë me njëra tjetër mëse.
nderuar zoti kryeministër, nderuar zonjë ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të nderuar kolegë, për Spitalin Universitar Obstetrik Ginekologjik me Tresha Geraldin, sot është një nga ditët më të bukura. Është një nga ditët më të bukura sepse jo vetëm ne tregojmë që kemi përmbushur disa standarde, që kemi marrë të kartë, por në radhë parë sepse ne jemi futur në një rrugë të sfidës dhe të përmbushjes së qëllimit tonë të përbashkët, që është dhënia e shërbimit shëndetësor sa më cilësor për nënën, për gruan dhe për fëmijën. Prej vitit 1941 në spitalin tonë nuk ka ndodhur kur një investim siç ka ndodhur gjatë qeverisë Rama dhe për këtë zoti kryeministër ju falenderoj në emër të gjithë mjekëve dhe infermierëve të spitalit tonë, sepse ne kemi marrë një investime të mrekullueshme në infrastrukturë, në pajisje mjekësore, por jo vetëm. Kemi shtim të shërbimeve në spital dhe kemi dhe unifikim protokollesh. Rruga e Spitalit Memorial na i bën rrugtimin ton më të lehtë dhe për këtë arsye unë shpreh impenjimin, solidaritetin dhe falënderimin e mjekëve dhe të infermierëve të spitalit ton, gjithashtu shpreh dhe angazhimin që ne do të në këtë rrugtim të mrekullueshëm do t'i japim impenjimin edhe punën ton maksimale. Edhe një herë ju falenderit. Si mendoni ju, do kishte mbajt drejtoresha gjithë këtë fjalim, po mos kishte mbajt një fjalim drejtoresha më parë? Harroje. Është vetëm konkurenca më zgrave. Kartën tjetër të autonomisë menaxheriale për ku shko mu? Shko mu dhe. Shqetëso. Ullu. Shqetëso. Ku shko? Spitalit Universitar të Traumës. Pa tjetë, që të skuto dhe. Përshëndetje të gjithëve. Për herë të parë këtu në Spitalin Memorial unë kam ardhur kur ky spital mbushte 1 vjeç. Kemi festuar ditëlindjen në vitin e parë të aktivitetit. Është spitali më i ri, po ka bërë hapa gjigande në një rrugë të re, të pashkelur më përpara, dhe ne gjithë spitalet e tjerë, edhe pse më të vjetër në mosh, po e ndjekim nga pas. Unë kam një falënderim nga zemra dhe mirënjohje thellë për gjithë ekipin e Spitalit Universitar të Traumës, jo thjesht ekipi që është sot këtu me mua, po për çdo njërin punonjës të Spitalit të Traumës, për profesionalizmin edhe për kushtimin që tregojnë për ditë në shërbim ndaj pacientit. Por mendoj që gjithë bashkë ne duhet përqafojmë sot këtë sfidë, të ecim me hapa më të shpejt, jo në nxitim me sipër, me hapa të saktë dhe të sigurt, po të shpejtojmë hapin për të arritur këtë Spitalin Memorial, që të mos vazhdojmë ta ndjekim nga pas, po sa më shpejt ta shohim në një krah me ne. Besoj që do t'ja dalim, se jemi një ekip i shkëlqyer. Shumë faleminderit. Një krah me ty, domethënë, këtu e ka hallin. Karta tjetër për Spitalin Rajonal të Korçës. Po jemi dorën dhe aty gravit. Faleminderit për kartën e autonomisë menaxheriale. Dhe duhet të them diçka të veçantë. Ndërtesa kryesore e Spitalit Rajonal të Korçës ka filluar të ndërtohet në vitin 1927. 1927. Dhe me mbështetjen e qeverisë tuaj, pas 100 vjetësh, si vjet do fillojë të investojë Spitali i ri Rajonal i Korçës, i cili mund të inaugurohet në 2027. Kështu që bashkë me kartën hospitalore ne jemi pas një investimi shekullor në rajonin e Korçës. Faleminderit. Respekte. Edhe Spitali Rajonal i Elbasanit.
Ju falenderoj të gjithëve, sidomos ju zoti kryeministër. Marrja e kësaj kartës së autonomisë menaxheriale na bën të mundur që të sigurojmë një shërbim shëndetësor sa më efikas, sa më cilësor, dhe për këtë ju falenderoj. Spitali Rajonal Omer Nishani, Gjirokastrës. Faleminderit zoti kryeministër. Natyrisht unë dua t'u falenderoj ju dhe ministren për gjithçka keni bërë për spitalin dhe për Gjirokastrën, kuptohet, patjetër se nuk më përjashtim. Në qoftë se do të referohesh në shifrave të Instatit, Gjirokastra nuk është në ato çfarë shkruhet në letra, sepse Gjirokastra me zhvillimin që ka marrë, natyrisht spitali Rajonal Gjirokastër pret shumë më shumë turistë, cilët kanë nevojë për shërbim shëndetësor. Natyrisht unë doja t'u falenderoja ju edhe për pjesën e investimit që ka marrë ky spital dhe prej 4 muaj që ka filluar rikonstruksioni total të tij. Njëkohësisht marrja e kartës autonomisë na arrit më shumë përgjegjësinë, kuptohet, për një menaxhim më të mirë, për një mirë administrim. Kështu që unë dua t'ju falenderoj për gjithçka keni bërë. Edhe duke qenë se filluam me maternitet, po mbyllim me maternitet, Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik Koço Glozheni. Folje pastaj më folje. Zipo pret. Jo, sinqerisht më erdhi mirë në fakt se populli thotë mbështira lihet për në fund. Dhe nuk e mendoja që do na vlerësoni kaq. Megjithatë, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar zonja ministër, të nderuar pjesëmarrës, sot është ditë goxha e kënaqshme dhe shumë pozitive për neve, sidomos për stafin ton, sepse kemi punuar shumë. Ka vend për kënaqësi, ka vend dhe për do të thoshja po dhe jo. Po sepse kemi kaluar vështirësi të cilat, siç i dim, kemi vështirë sepse autonomia nuk janë vetëm letrat, por është edhe disa elemente të tjerë, siç është infrastruktura fizike. Ne e dim që çfarë trashëguam në spitalet tona, sidomos amortizimi i madh i godinave, por sidomos 2 tërmetet shkatrimtare që kaluam, na bën që të vonoheshim çik në këtë hapin ton për të vazhduar drejt këtyre arritjeve të tjera. Infrastruktura për sa i përket pajisjeve mjekësore. Kemi trashëguar pajisje të cilat ishin të amortizuar, biles në spitalin ton kemi trashëguar pajisje të cilat nuk u gjenin dot pjesë këmbimi se edhe vetë firma që kishte prodhuar kishte falimentuar. Dhe sot kemi pajisje të reja. Dhe burimet njerëzore që është një element shumë i rëndësishëm ku ndërprerja e pakuptim do t'i vija emrin e pakuptuar se nuk dua t'i vënoj një epitet tjetër e specializimeve 4 vjeçare prej disa vitesh bëri që vetë sistemi të kalonte në kolaps. Kurse sot, jo vetëm që kemi mjek që kthehen, shqiptar që kthehen të punojnë në sistemin publik, e cilësojnë në sistemin publik, kemi dhe mjek kolegë nga shtetet tjera, siç janë kolegët turq, po dhe nga shtetet tjera, të cilët kanë pranuar dhe pranojnë dhe kanë ardhur dhe do vazhdojnë të vinë të punojnë në sistemin publik. Pra kjo tregon që sistemi publik shqiptar është bërë atraktiv, jo vetëm për neve, por dhe për kolegët e tjerë nga shtetet e tjera. Nuk ka vend për gëzim shumë të madh, jo, sepse puna që na pret është një punë e madhe, kështu që duhet të vrapojmë. Po, ndërkohë që ishte duke folur zonja ministre, nga stafi im në telefon më erdhi një mesazh, një kërkesë. Njëri nga menaxherët turq, a mund ta marrim neve vetë? Kur u lidhe me turkun, turku sa ka ardhë. Ku ta gjeti turku telefonin, kërkes nga stafi? Se me këta drejtore të shkolla, e kanë kollaj se thonë e stafi, jo unë, pa tjetër. Po, jo, desha vetëm të i them doktorit që mos gënjej mendja që je ëmbëlsirë, se the ëmbëlsira në fund. Se po të kemi ngel,
me ty si ëmbëlsirë jemi keq fare. Jo, thjesht për ta. Kush do marrë fjalën nga kolegët e kolegëve këtu? Kush është turku që apo s'do të shfaqesh? Kush është turku që i kërkoi fjalën? Po më hajde të vini njëri, hajde, come here. Hajde, se turqit me urdhër funksionojnë. Hajde këtu. Hajde. Kush i me sy Boqelli? Ja. Pa që nga me sy Boqelli. Drejtoresh, hajde. Thank you very much for all of you. Të gjithëve. We are very grateful to be here. Ne jemi shumë mirënjohës që jemi këtu. We are feel in our homeland. Ndihemi sikur jemi në shtëpinë tonë, siç e thatë dhe ju, i nderuar zoti kryeministër. Faleminderit shumë. Of course, I will. Okej. I bashkuam dhe këta, tani mund ta mbyllim besoj apo ka ndonjë tjetër të marrë fjalën ose do ndonjë tjetër se ka akoma drejtoresha këtu. Okej. Kush do flet? Ty të takon fjalësh. Ti turqit tu i ke sistemu, po ty për mbyll bledhjen. Atëherë shumë faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit juve kryeministër për ne memorialin. Objektivi juaj që në vitin 2013 ishte që spitalet të ktheheshin në spitale autonome dhe për ne nis nga sot rruga e re dhe sfida më e madhe, sepse vetë administrimi financiar me të vërtet duket e thjesht, por prapasaj ka dhe shumë riskje, kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në hapat që do hedhim dhe në organizimin e gjithë gjës që sistemi mos të dështoj dhe ne të jemi të gjithë bashkë të suksesshëm. Shumë faleminderit.